për të këtë, kush janë grupet, apo është më qetë situata aty? Partia Demokratike e Kosovës, me thonë drejtën, Bedri Hamza është vetëm administrator. Janë dy njerëz që e kontrollojnë Partinë Demokratike të Kosovës, është Elmir Cica dhe Samir Shtoku, këta e kontrollojnë Partinë Demokratike të Kosovës. Pa thonë këta nuk merret asnjë vendim dhe këta dy ishin persona të cilët kanë ndikuar, ishin ata të cilët e penguan koalicionin me Zotrin Limaj, sepse Bedri Hamza ishte pra kuptimin se Zotri Lima s'poku do t'ja sjellte 20.000 vota më tepër. Por ta ishin njerëz që e kontrollojnë nga prapavia e kontrollojnë Partinë Demokratike. Kështu që zotri Bedri Hamza besoj që është kryetari i përkohshëm, duke pritur me idenë që do të lirohet zotri Thoçi në përfundim procesit që pritet të përfundojë në prill ose në maj, varësisht sipas procedurave që ndjek gjykata atje. Pra nëse këta do të dedojnë që janë shumë gjashtat më, atë PDK do të futet në një proces 3 zgjedhor për ta zgjedhur një njeri i cili një lider tamam siç që vjen nga lufta, unë besoj të. Por absolutisht zotri Bedri Hamza është thjesht një person që i cili ka qenë ministri zotri Thoçi dhe këtë kuptim po e mban balancën e 3 grupacione. Grupacioni parë është ai që thash, grupacioni i dytë është një grupacion i Vlora Çitokut, i këtyre trive që pak a shumë nuk janë të lidhur me luftën, mirë po që janë fut Partinë Demokratike të Kosovës si tri dhe cilët mendojnë që Partia Demokratike mund të jetë tutje edhe pa qenë e udhëhequr nga aktorët e luftës dhe është një grupacion tjetër i të rinjve, mirë po që e duan një Parti Demokratike të Kosovës me bazë në luftë. Pra, janë dy gjenerata të luftës, një që kanë qenë në luftë me zotrin Samir Shtoku e tjerë, një të rinj, cilët nuk kanë qenë luftë mirë po i mbështesin, dhe një grupacion mes, cilët thonë që edhe këta janë në një moshë mesatare, mirë po që thonë që Partia Demokratike të Kosovës mund të ecë edhe pa këtë pjesën e luftës. Pra, janë këto 3 grupacione të cilat përpëliten në vazhdimësi me njëra tjetrën, konfrontime të brendshme, por Bedri Hamza është ai që neutralizon kuptimin që ja bën qefin të tri palëve, thotë ju keni drejt, po ju keni drejt, po ne do të vazhdojmë kështu. Këtë kuptim, ky është si thua një lloj babaxhan i Partisë Demokratike, por ky është vetëm kryetari i përkohshëm sepse nuk po arrin as ky me rrit Partinë Demokratike. Partia Demokratike vetëm 1% është rrit, eventualisht 1% me diasporë, pra me 2% është rritur. Edhe këto 2% i ka nga një koalicion që ka bërë me listën për familje. Lista për familje zgjedhjet e fundit i ka pas 2% vetëm. Pra ajo pjesë është shtuar, kështu që Partia Demokratike nga brenda nuk e ka rrit asnjë vot. Që me këtë trend Partia Demokratike 20 vjet do të mbetet në pushtet, në opozitë palen. Po Ramushi nuk besoj të hap krahun, ndërkohë që Limaj mbeti jashtë. Limaj u tradhtu nga besimi që e kishte që do të futet në Partinë Demokratike në listë. Ai u tradhtu, por ishin këta dy njerëz cilët e prolonguan sepse ata kishin frikë se me orën se do të Limaj do dilte i dyti më i votuar. Dhe duke dalë zoti Lima i dyti më i votuar, kishin frikë që do të merrte kompetenca duke ditur fuqinë e tij të brendshme që kishte. Se zoti Lima ka fuqi strukturat jo në kryesi, mirë po në përqendra e duan zotrin Limaj. Mirë po këta kishin frikë pikërisht nga këtë se do të mund që zotri Lima ti prishte balancat e brendshme. Prandaj nuk e lejuan që të afrohet. Zotri Lima u tradhtu nga ky besim, ai siç është para por, pra nuk ka marrë as 2%, 1.7 deri më tani, pra kështu që zotria Haradinaj ka bërë një luftë shumë të madhe në Maqedoni, pra është nga njerëz të Ali Ahmetit jashtëzakonisht të madhe. Pra Ali Ahmeti është si thua fajtori që kaloi pragun, edhe me pragun që mund edhe mos ta kaloj për shkak se votat e diasporës mund ta përmbysin, mirë po gjasa kanë marrë që për një fije të perë si thua ta kaloj. Po kjo është vetëm falje e zotit Ali Ahmeti, i cili i ka ndihmuar jashtëzakonisht, se kam informacione që kanë shumë njerëz bashkëluftëtar të luftës në Maqedoni që janë krah Ali Ahmetit, që kanë edhe shtetësi të Kosovës, të cilët kanë ardhur dhe kanë votuar zotrin Haradinaj këto. Dhe ata i kanë ndihmuar, për ndryshe nuk do ta kalonte pragun, nuk do të shkonte as për mbi 4% nuk do të shkonte as se. Paton dhe diçka të fundit kam, ju jam i sigurt që e keni lexuar edhe
dokumentin nga Shtetet e Bashkuara që brenda 90 ditësh në Ballkanin Perëndimor pritet që të ketë ca lëvizje. Edhe të korruptuarit, ata që kanë synim destabilizimin, mund të hapsojnë. Në Shqipëri janë trembur, por nuk e di andej. Edhe kush mund të jetë në shinjestër në Kosovë? Para 10 ditësh ka qenë zotëria Altin Domoni në Prishtinë, me gjithse një vizit që kaloj pa buj, mirë po që kishte në domethënie të madhe, u taku me njerëz nga ambasada angleze këto, britaneze, po ka pas bisedime edhe nga ambasada amerikane, kështu që kjo është një lëvizje që tregon që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë që eventualisht ta angazhojnë në zotërin Domoni ose një njerëz të tillë në Kosovë për të rënë korrupsioni deri në fund. Kështu që zotëri Kurti vetëm ka bërë disa nisma, mirë po që janë bllokuar në gjykatën kushtetuese disa nisma, të cilat do të hapnin rrugë për formimin e vettingut. Dhe në bazë të këtij vettingu do të goditëshin gjithë njerëz kryesisht sistemi i drejtësisë fillimisht, pastaj janë njerëz të korruptuar sepse fillimisht duhet me godit ata që bëjnë drejtësinë që janë të korruptuar, pastaj për me shku tek politikanë që kanë qenë 20 vjet që kanë keqpërdorje zakonisht shumë të mëdha. Ne kemi jetuar këto dhe e dim se çfarë ka ndodhur. Pra janë dhënë tendera, janë dhënë me miliona euro janë për gjithë ato hajnin, gjithë ato vjedhje të mëdha me terminale doganore që kishin përfunduar në duart e njerëzve të zakonshme në emër të luftës që i kishin marrë me zotrin Kurti që i ka rikthyer. Vetëm nga 12/9 i ka kthyer, pritet që në pranverë i rikthehet 3. Kështu që ka filluar një shkapje shtetit nga këta të korruptuar, mirë po duhet të ndeshkohen këta njerëz dhe unë pres që Kosova për ta bërë këtë, unë besoj që duhet të formohet një SPAK i njëjtë në Shqipëri, sepse vettingu pavarësisht se mund të jetë efikas, mirë po unë nuk besoj që do t'i godas kokat e mëdha, do të godas kryesisht disa peshqit vegjël. Po goditje direkte nga Shtetet e Bashkuara përmes sanksioneve prisni? Po nuk e besoj, ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë kem njerëz që janë në parlament, që kanë marrë pozita të ndryshme, kanë marrë në kryetar, kanë qenë edhe që thuash zëvendës kryeministra, kem pas që janë në listën e zezë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por zotri Lima është mesin e tyre, është në listën e zezë. Ka zotri Vllai Ramushit, pra Dauti është gjithashtu pjesë. Pra Samilo Shtoko, kryetar komune, është listën e zezë, kështu që janë disa njerëz mirë, po Shtetet e Bashkuara me këtë i kanë lënë si thuash duart e lira institucionet e Kosovës për t'i goditur këta njerëz, mirë, po meqenëse sistemi i drejtësisë është për të okë, si thuash nuk ka kushti hetoj, se unë po them që duhet absolutisht me një të arrestojnë, mirë po të hetohen. Gjithë këta njerëz, jo vetëm këta, mirë po gjithë njerëz, cilët prej vitit 99 kanë qenë pushtet të hetohen. Nga e kanë marrë pasurinë, si e kanë marrë pasurinë, sa pasuri kanë, të hetohen të punën që i kanë bërë, të nderat që i kanë dhënë etj. Po unë me vetting nuk besoj që kjo do të ndodhë, vettingu do të godas disa peshqit vegjël. Kosova duhet ta formojë një SPAK me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët do unë besoj që zotri Kurti, ashtu siç ka thënë tash mbetet për të parë që këtu 4 vjet do të jenë si thuash qeveria do ta ketë fokusin në drejtësi, pra për ta forcuar sistemin e drejtësisë do të ketë në siguri këto e ka kuptimin e forcimit të ushtrisë, edhe begati nën kupton rritje të pagas, mirëqenie. Këto pra i mbeten 3 premtimet e tij kryesore, të cilat mbeten për të parë se sa do të realizohen.